Tri gota. Në livadh të jetës, tri gota i gjeta. Dy janë të mbushura, ashtë bosh e treta. Të parën e mora, në buze afrova. Ish idhë si pelimi me një herë largova. Të dytën e mora, me gjuhë pak e preka, prej sambli më dogji me një herë hjeka. I zbraza të dyja në të tretën gotë, u ba idhë të ëmbël si ashtë vetë kjo botë. Kjo poezi është ndër më të njohura të Latif Berishës, e pamja e shtëpisë së tij në veriun e vendit sot gërsheton po tri gotat që i kishte shkruar ai dekada më parë. Në natën e parë të bombardimeve të natës, serbët do të vrisnin intelektualin e madh shqiptar, këto në oborin e shtëpisë. Ne si përfaqësues në Asamblenë e Komunës së Mitërisë së Veriut tani nëse them 2 vjet e gjysmë 3 ju kemi bërë kërkesë Ministrisë së Kulturës dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës që këtë shtëpi ta bëjnë shtëpi muze për gjeneratat e ardhshme dhe për albanologjinë e trojeve shqiptare, sikur ato të Prishtinës, të Tiranës, të gjitha albanologët ku janë ta shfrytëzojnë këtë hapësirë dhe të tregojnë për Latif Berishën. Kjo kishme shërby për gjeneratat e ardhshme ku një veprimtar si Latif Berisha ka dhënë jetën në pragën e shtëpisë si shumë atë dashës të Republikës së Kosovës së re që e kanë bërë këtë dhe nuk e kanë lëshu vendin e vetë, por kanë sakrifikuar dhe kanë pranuar që të vdesin në pragën e tyre nga paramilitarët e asaj kohe të vitit 1999. Në atë kohë, vitit 70 që është ndërtu plani ka qenë, domethënë ose arkitekti që e ka punuar dhe nga kërkesa e zotërisë Latif Berishës ka qenë që firma ta ketë, domethënë shtëpia ta ketë formën e shkronjës L si shenjë që liria herdo kur do të vijë në Kosovë, besoj që atje ku është e sheh që ka ardhur liria edhe pse me shumë pengesa dhe me shumë jo punë të mirëfill, por liria ka ardhur dhe